Duhet ta nis fakt me çështjen e zëvendës kryeministres apo ish zëvendës kryeministres, se konsiderohet e pezulluar tashmë nga gjykata e posaçme Belinda Balluku në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ende nuk e ka marrë në shqyrtim, po themi, kërkesën e kryeministrit për të rrëzuar vendimin e gjykatës posaçme. Ishte vendosur spari për të shqyrtuar nga mbledhja e gjyqtarëve sot, por u shtyp për në datën 12 dhjetor, pra për ta marrë në shqyrtim këtë si çështje. Duket sikur ka një tension të madh, nëse do të spekuloni mund të thonim që mund të ketë edhe presion, megjithatë po ta lë ty analizën se pse po shtyhet marrja në shqyrtim e kërkesës së kryeministrit së pari. Së pari do të kemi parasysh që një rast i tillë është një rast shumë i veçantë për shkak se për herë të parë në historinë politike në vendin ton pas 91-shin, prokuroria e posaçme ose një prokurori e cila ka në atributet e saj të politikanët, pra për ndjekjen penale, shkon edhe merr një masë të tillë ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së qeverisë Rama. Duke qenë në këto kushte, gjykata kushtetuese ka me vështirësi të marrë një vendimarrje kolegji me 3 antar. Pse me vështirësi? Sepse do t'i vi pastaj radha dhe vendimarrës për pezullimin e GKK-s, pra për vetëm pjesën për sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres. Prandaj kolegji i përbërë nga 3 antar vendosi që të gjithë praktikën dhe të gjithë atë që ne flasim çështjen e themelit, por edhe të pezullimit të GKK-s, t'ia çojë gjykatës, pra të trupit gjykues të përbërë nga 8 antar momentalisht, dhe ata të vendosin një për pranimin ose jo të rastit, për themelin, pra të shqyrtojmë apo jo, gjithashtu edhe për pezullimin. Duhet keni parasysh diçka. Për sa i përket ligjit të funksionimit të organizimit dhe rregulloris së kushtetutës, pra të gjykatës kushtetuese, duhet të keni parasysh që legitimiteti i kryeministrit nuk le vend për dyshim. Pra kryeministri do kërkoj atë që ka kërkuar, gjykata kushtetuese duhet të pranojë shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit, sepse është në mënyrë taksative e normuar edhe nga ligji për funksionimin dhe organizimin të gjykatës kushtetuese dhe të rregullorës së saj, që kryeministri nuk mund të lihet në mëshirë të fatit dhe mos të merret nga trupa gjykuese të gjykohet në themel. Ajo që mendoj unë që më thatë për rastin pse shtyhet, është për rastin e pezullimit. A janë ban, pyetja duhet ishte pak më e ftohtë dhe më popullore, a janë ban antarëve të gjykatës kushtetuese të rrëzojnë reformën në drejtësi me pezullimin e GKK-s? Se gjithë pyetja dhe sekreti kush është i nderuar dhe të dashur miq? Çfarë? Sekreti ndodh ku? A janë ban kësaj gjykate e reformuar me plepat 2, ndërkombëtar amerikan, kinezo-australian dhe na ka ngjes reforma afrikane? A janë ata të gatshëm të pezullojnë? Unë mendoj që e gjithë loja do të luhet tek pezullimi i GKK-s dhe jo i shqyrtimit në themel. Sepse ju duhet keni parasysh diçka. Gjykata kushtetuese e mëparshmja, para plepave 1, para plepave 2, ka marrë vazhdimisht kërkesa të tilla dhe ka shqyrtuar në themel çështje të tilla. Pra do të thotë që nuk bëhet fjalë për shqyrtimin, do të shqyrtohet patjetër, se është taksative që kryeministri të vendit të lënë pikpyetje dhe të shikojmë që gjykata kushtetuese nuk e merr në shqyrtim. Po nuk do ta shqyrtojë në themel? Ka të normuar dhe detyruese. Nuk do ta shqyrtojë në themel? Jo, do ta shqyrtojë në themel. Por ajo që bëhet sekreti e gjithë kësaj gjëje është a janë ban gjykatës kushtetuese të pezullojë GKK-n, pra që të thotë që dështoi reformën në drejtësi. E gjithë situata është pezullimi, jo shqyrtimi. Shqyrtimi, çfarë do të tregoj? Shqyrtimi do të tregoj, a kemi të bëjmë me shkelje kompetenca apo jo? Në rast se po, cilat janë dhe këto do t'i gjejë gjykata kushtetuese. Por sekreti është pezullimi për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres. Pra, kemi të bëjmë që vendimi gjyqësor futet në kompetencat e kryeministrit të vendit, pra të pushtetit ekzekutiv apo jo.
Dhe pikërisht këtë gjë e ka zgjidhur jurisprudenca e gjykatës kushtetuese nga 1993 e deri më sot me vendimarrjet e saj të mëparshme. Pra është taksative dhe detyruese për trupën gjykuese me përbërjen momentalisht me 8 antar që të marrë në shqyrtim në themel. Por ajo që unë mendoj që do të bëj gjykata kushtetuese, sepse nuk jam ban, mendoj që mund të përdor një mekanizëm sekret. Kush është mekanizmi sekret? Okej, ju pranojmë të vini ta shqyrtojmë në themel, për vendimarrjen e pezullimit ju kërkojmë në një seancë tjetër. Hajdeni na parashtroni me shkrim por edhe me gojë çfarë konkretisht ju kërkoni të pezullojmë dhe pse ne duhet ta pezullojmë vendimin e GKK-s. Pra, në fund fare, gjykata thot, pasi u binda nga digjesa e palëve për pezullimin e vendimit të GKK-s, vendosa, sepse unë nuk mendoj se gjykata kushtetuese do ta marrë vetë vendimarrjen. Pra, po e mori vetë do të thotë që kemi këtu një konflikt dhe po lind një konflikt. Një sekond, mos harrojmë që është gjithashtu në gjykatë të apelit, gjykatën e posaçme të apelit, pezullimi ka çuar vetë zonja Balluku. Ka lidhje njëra me tjetrën fare. Nuk ka lidhje fare njëra me tjetrën. Pse nuk ka lidhje? A mundet që gjykata e apelit ta rrëzoj këtë masë sigurie? Po, gjykata apelit është gjykatë rishikuese të vendimit të shkallës parë. Dhe bën paki që ta rrëzoj dhe ta shpëtoj gjykatën kushtetuese. Flisim me shumë edukat juridike, flisim me edukat qytetare. A janë ban gjykatës së apelit të afërmendësh të rrëzoj afërmendëshin? Se flasim për afërmendësh këto, këto nuk flasim këtu çështje juridike. Më fal, duhet të bëjmë një saktësim kur flasim të qytetarët. Kemi të bëjmë një defekt juridik apo kemi të bëjmë një praktik konceptimi, mentaliteti dhe në fund fare po të futën prangat je i denushëm. Këtu ka diferencë. Prandaj do ju them, rasti i zonjës Balluku do ta ndjeki si një e pandehur në shkallë të parë, në shkallë të dytë, në shkallë të tretë që gjykata e ligjit, gjykata e ligjit duhet patjetër të futet dhe të bëjë një interpretim të kësaj norme, a jemi apo jo në shkelje të nenit 73 të kushtetutës, gjykata e ligjit që është gjykata e lartë, që janë ato plepaxhit që futen, mos them si futen, por gjithsesi plepaxhit të tjerë që futen edhe ata me parti, dhe pastaj gjykata kushtetuese, e cila interpreton vetëm për subjektin, pra Belinda Balluku. Pastaj, tek neni 131 të kushtetutës, kryeministri legjitimohet po nga kushtetuta. Pse legjitimohet kryeministri po nga kushtetuta? Sepse ku kemi të bëjmë me konflikt midis institucioneve kushtetuese, kryeministri në nenin 134, mos gaboj, të kushtetutës vjen presidenti i Republikës, kryeministri. Pra janë dy subjekte të cilët legjitimohen në çdo moment i drejtojnë gjykatës kushtetuese për mosmarrveshje. Dhe pikërisht e këti të gërma që mos gaboj tek neni 131 që kur kryeministri konstaton që një autoritet tjetër, institucion kushtetues ose një pushtet tjetër ndërhyr në kompetencat e tij, vetmja gjykatë që është gjykata kushtetuese që interpreton. Dhe nuk ka se si kryeministri të zbresin në tokë dhe të shkojnë në gjykatë në shkallës parë, shkallës dytë. Pse? Sepse pikërisht kryeministri është senuar për shkak të detyrës nga një njoftim që është bërë, që është marrë një vendimarrje nga gjyqësori, pra nga dy pushtete të ndryshme që zëvendës kryeministri e tij është e pezulluar. Dhe pikërisht këtu duhet keni parasysh ju që kemi të bëjmë me 3 kushte. Kushti i parë që kemi të bëjmë me 2 pushtete të ndryshme, kushti i dytë është që është deklaruar përfundimisht vullneti i njërit nga pushteteve që ka dalë me vendimarrje, dhe e tretja është që ai i cili thotë që është e imja kompetenca, nuk është e jotja, ti bëj çfarë të dua zëvendës kryeministrit, duhet të jetë në sferën e kompetencave të tij në normat kushtetuese. Kush janë normat kushtetuese? Shkojmë te neni 95, 96, 97, 98 të kushtetutës dhe thot, zotri, Këshilli i Ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Dhe unë jam ai që emroj dhe shkarkoj. Qartë.
Mirë, do vazhdojmë të flasim pak për reformën drejtësi, po pak më politikisht tani. Nuk e di nëse ti e ke ndjekur dje, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ardhur mesazhe shumë të forta nga Kongresi Amerikan. Në dëgjesën e fundit pra të dieshme të Komitetit për Evropën në Kongresin Amerikan, avokat Keith Self deklaroi se reforma në drejtësi në Shqipëri ka prodhuar një krizë të thellë funksionale, duke grumbulluar mbi 200.000 çështje të pazgjedhura dhe duke krijuar vonesa deri në 15 vjet. Ndërkohë, një tjetër, Edward Joseph, deklaroi se pluralizmi politik në Shqipëri ka rënë dhe se reforma është përdorur për të dobësuar kontrollin demokratik. Si duhet t'i lexojmë ne këto deklarata të forta që vijnë nga Amerika edhe në kuadër të çështjes për të cilën jemi duke folur? Pra, po e them, jo të çështjes Balluku si çështje e drejtësisë, por të përplasjes së kryeministrit me drejtësinë. Shiko, përplasja e kryeministit me drejtësi është edhe pak kontradiktore, për arsye se kur u arrestua zoti Veliaj, shpatën ta dhash. Kur është proceduar zonja Balluku, shpata nuk është te ky Altin Dumani. Pra, këte nuk e kam thënë unë, e ka thënë kryeministri i krenaruar për reformën në drejtësi dhe i shumë gëzuar për mënyrën se si zoti Veliaj u procedua dhe mos ju them rastin më ekstrem se si u procedua zoti Berisha dhe zoti Meta në mënyrat të cilët i kemi parë të gjithë në mënyrë publike. Pra, këto reagimet të këtyre institucioneve apo të këtyre përfaqësues të popullit amerikan tregojnë qartësi që reforma në drejtësi në Shqipëri nuk është se është ashtu siç duhet të ishte, por është ashtu sepse është porositur që të ishte në këtë formë që sot Partia Socialiste të ketë 83 mandate, sepse në një vend normal me kaq shumë korrupsion që thuhet dhe me kaq shumë statistika që thuhet, zoti Rama nuk mund duhet të merrte 83 mandate, duhet populli ynë ta ndoshkonte. Se kjo është fakt, pra ti nuk mund të gëzohesh sepse ky po fut në burg njerëzit e tij, sepse këta pas kanë hëngur pas këtit dhe ky nuk që ka javë të kuptojnë që mbrapa këtit pas kanë hëngur këta në mënyrë të padrejtë. Pra është e çuditshme, thjesht edhe kur e lidh duke folur, thua, o vlla, diçka nuk po e thua mirë sepse nuk shkoka. Që do të thotë, situata që ne jemi sot është e faktuar që vetë ndërkombëtarët serioz që kanë një maturi të seriozitetit të tyre, sigurisht tregojnë që shiko, reformën e keni bërë për të goditur sistemin demokratik dhe politik bërë në vend, sepse nuk ekziston një sistem juridik pa politik. Pse? Sepse nga kuvendi vijnë normimet e drejtësisë, që do thotë ligji del nga parlamenti, vendimet dalin nga gjykata. Gjykata respekton vendimarrjet e parlamentit. Pra do të thotë që ne si shoqëri duhet kuptojmë qartazi që gjithë sistemi hierarkik i cili shtrihet në aspektin që flasim gjithmonë të normimit të ligjit vjen nga parlamenti, nga politikbërja dhe prandaj vijnë ndërkombëtarët dhe thënë, na fali, ju bërët reform për të dështuar apo reform për të përmirësuar gabimet e reformës së mëparshme. Dhe pikërisht këto deklarata tregojnë qartazi që dikush ka marrë flamurin amerikan dhe europian, e ka keq përdorur që në fund fare këto dështime t'i faturojnë shteteve respektive dhe jo individëve. Se kujdes, kush është sekreti? Se nesër kur të thuash ti, moj Juri Kim, hajde këtu moj. Po ç'a thonë ti budalliqe nga mjes deri në darkë? Se kështu e do populli aty që e kupton. Se po të them edukacion. Jo, qartë, kuptoj. Nga ambasadore karriere përfundove një në sektorin privat dhe sot Sali Berisha është kryetar partie dhe deputet. Pra pavarësisht është i proceduar nga ajo që i kishe manuali ti që duhet të godisje Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Prandaj e kupton në cilën aspekt e them, që populli duhet ta kuptojë që kur këta ndërkombëtarët bien ndesh me njëri tjetrin, ore mos do thotë që dikush pas ka bërë diçka që ty ta heqi mendjen në atë aspektin që thotë derisa që ka ndërkombëtar që ka diçka e pastër. Pra duhet kuptoni këtë gjë. Po shkëlqeu diçka, nuk do të thotë që është flori, as diamant. Duhet ta provosh që është apo jo. Do të bëj një pyetje, a ka ndryshuar qasja e Spakut në raport me qeverinë dhe me kryeministri Rama, sepse kjo është ajo që diskutohet. Jo i nderuar, zoti Rama do të jetë viktim e rastit Balluku.
Kur zoti Rama nuk do të merret si autor. Autor do të merret zoti Rama kur Rama do të vendosë dhe të thotë atyre, jam gati të përballemi si burrat. Tani nuk e di politika ka fjalin burrash apo ka, sepse në politikë ke burra, të kesh të sigurt, ke me dy rë, kuptoj, ke burra të rënda, kupton. Por tani është në proces, shiko, është në strategjinë e çdo politikan se si e përdor politik bërjen. Ke politikan të cilët i mbajnë në ja4, edhe i ke duke vendosur kundër Shqipërisë. Tani unë s'nga ta di këtë gjë, se di. Unë dyshoj. Pra është çuditshme që ti për shembull të kapi Mogherinin, fajin se ke ti, dakord me ty jam. Po si ka mundësi ajo të kapet për Do vim te Mogherini. Do vim te Mogherini, do flasim. Po para se të shkojmë. Pa ço pak sepse e di po do të flasim, jam dakord me ty. Po nuk mundet edhe Mogherini, edhe Veliaj, edhe njëri, edhe tjetri, si diçka nuk më shkon mua, prandaj faleminderit. Para se të shkojmë te Mogherini, dua të flasim pak për, po e them kështu, në kuptimin simbolik, për telenovelen e re politike në Shqipëri që ka plasur në Partinë Demokratike, mes foltoreve të zotit Berisha, apo mes zotit Berisha dhe foltoreve të zotit Saliani me grupin siç e konsideron ai më të votuarve nga Partia Demokratike. Ishin deklaratat e forta të Berishës dje, sot për takimin e dieshëm në Durrës të Salianit, nga ana tjetër ka pas edhe Saliani deklarata të forta, duket se tensioni do të vinë në rritje mes këtyre dy figurave politike, duket se kemi një përçarje në Partinë Demokratike, po që unë nuk e kuptoj nëse është një përçarje që do të prodhoj politik më të mirë, do të prodhoj një Parti Demokratike më të hapur dhe më të mirë në fund të kësaj, apo është diçka, po themi, që do ta zhysë më tej Partinë Demokratike, apo është e orkestruar. Tani, cilët nga këta skenar ti beson dhe si du duket kjo? Shiko, unë nuk dua të paragjykoj dhe nuk dua të jem një paragjykues i nismës. Thjesht vetëm dua të them që është momenti i reflektimit. Pra të thotë që edhe për mua që analizoj një situatë, reflektoj, po thjesht në vija të përgjithshme dua t'ju them që vetmja parti politike në vend që prodhon qartazi, dialog, debat, demokraci të brendshme, quhet Partia Demokratike, pavarësisht se ti mund të kesh një ide për Sali Berishën nga më të ndryshme. Por fakti konkret është ky. Për sa i përket Partisë Socialiste, i nderuar, po të njoftoj që Partia Socialiste nga 2013 e deri më sot është e vdekur jo në aspektin vetëm politik, por edhe juridikisht që është një parti e cila flet vetëm një, sepse ajo gjithmonë ka në databazin e saj, por edhe në atë që flasim, në trashëgiminë e saj kulturore, politike, diktaturën e liderit të një që kanë pasur edhe kanë akoma në memorin e tyre. Pra, duhet keni parasysh që Partia Socialiste juridikisht, politikisht, në funksionin e demokracisë ka vdekur, sepse dikush kur i thua që demokracia duhet të mbrohet dhe partitë politike duhet jenë demokratike në vetvete, thotë, si do jemi në Saliu? Pse? Sepse në kulturën tonë mendojmë kur flasim Parti Demokratike, ai mendon se thua për Saliun, por ne flasim për sistem demokratik, që duhet edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, edhe partitë të tjera. Pra në funksion, në raport të drejt me qytetarin, militantin, që partia të ketë gjallëri. Çfarë janë partitë politike? Gjallëria e shoqërisë që përcillen nëpërmjet rrugës së parlamentit. Kujt ja thuash këto gjëra, aman? Lodhemi t'ja themi, po duhet t'ja themi gjithmonë. Patjetër. Po si do duket kjo lëvizje e Salianit? Është një lëvizje e cila ka ndezur një flak, por uroj që flaka mos të mbetet në tentativë dhe në fund fare të shuhet. Sepse më kujton rastet e Lulzim Bashus, i cili ndizte flak dhe në fund fare shkonte dhe bënte, e mbani mend ju, marrëveshjen e 2017-s edhe shumë marrëveshje të tjera. Prandaj ju them që situata që ne jemi sot është një situatë e pranueshme që në një subjekt politik duhet të ndodhin këto ngjarje, por duhet të mendojmë edhe ta mbajmë pak si rezervë, a është një ngjarje faktike interesi për të
a bashkuar Partinë Demokratike dhe për të hapur Partinë Demokratike, apo do të jetë një ndër rastet të cilët mund të kemi ndonjë plan B. Nuk e di dhe nuk dua të futem në planin B momentalisht. Po si lexon ti deklaratat e zotit Berisha që thotë që kjo që bën Saliani, që shohim edhe në ekran aty, është agjend personale. Pra patjetër se në politik po unë nuk futem për agjendën personale dhe pastaj ta konvertosh në agjendë kolektive, për çfarë futesh ti në politik? Për çfarë futesh, për të bërë prifta për Hoxh? Edhe Hoxha dhe Prifti futet në punën e vet, çështja është që a është kjo parti që lejon fraksionet, a është kjo parti që lejon mendimin ndryshe se kjo është Demokratike ka lejuar vazhdimisht dhe ju duhet ta dini shumë mirë që Partia Demokratike e ka lejuar, por çfarë kanë bërë disa individ të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike, mos themi emra, po themi cilësit. Ish ministra drejtësie, ish deputet, ishte antar KLD-je, e mani men, gjithë këta, çfarë bën? Përfituan nga Partia Demokratike dhe sot çai ke ti? Analista më të mirë, më të rregull kundër Sali Berishës. Po pse mos zotrote nuk ja thuje Saliut, atëre kur ishe nga mrapa Saliut dhe ishe Suza, pra ishe ço ulu. Pra e kupton tani, edhe vjen sot edhe thua që Saliu ose ky ka qenë i keq edhe ai me tradh. Pra do thot që situata është që ata individ kanë zgjedhur qëllimisht çfarë? Të godasin Sali Berishën në këtë formë. Unë e mirpres këtë nisëm, po inshallah dhe uroj mos jetë një zjarr i cili të fiket. Do të më zgënej totalisht kjo gjë. Qartë. Meqense ti nisi të flisje për Federica Mogherinin, unë aty dua të ndalim tani si çështje të fundit. Për ta kujtuar, ajo u ndalua dhe pas 48 orësh është liruar sërish në autoritetet belge në lidhje me dyshimet për mashtrim, korrupsion dhe konflikt interesi në menaxhimin e fondeve për Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian. Pra, sipas burimeve hetimore, kontratat e dhëna nga Kolegji i Evropës atje në Belgjik, në Bruksel, pra dyshohet se janë favorizuar në mënyrë të parregullt. Çfarë na tregon kjo për zyrtarët evropian, të cilët kanë lobuar shumë fort për politika të ndryshme në Shqipëri dhe në Kosovë? Të mos harrojmë, Federica Mogherini ka qenë ndër zyrtarët e Bashkimit Evropian që ka lobuar, ndoshta edhe jo haptur, për atë situatën, e mban mend ti, të ndarjes së Kosovës. Unë do të thosha diçka tjetër përveç këtyre që ti parashtrove me të drejtë dhe nuk dua që të komentoj këto që the ti, sepse nuk dua që të heqin vëmendje njerëzit nga ato fjalitë tua, po dua të parashtroj diçka tjetër në aspektin politik dhe juridik dhe shtetit së drejtës në dy vendeve, Belgjikës dhe Shqipërisë. Pra, Belgjika të merr me gjithë këto akuza dhe të liron pas 10 orësh. Po. Shqipëria të bën statistik. Belgjika që ka në Bashkimin Evropian apo sovjetik? Është kryeqyteti i Bashkimit Evropian. Jo, se nuk e di, se gjeografinë nuk e dim të gjithë, ku di ti, pse dim, kemi probleme edhe me gjeografinë në Shqipëri. Pra do të thotë që ne po aspirojmë drejt asaj rruge. Kjo u akuzohet për gjithë këto veprat, ndërsa ne përdoremi statistikisht për të thënë që kemi përmirësuar rolin tonë, sepse çfarë? Kemi fut njerëz në përburgje. Kjo e para. E dyta, e mbani me në zonjën Mogherini, e cila ishte komisioner dhe vinte dhe thoshte sot do hapen negociatat, nes do hapen dhe çdo vit shtyje, në fund fare u hapën. Pse u hapën negociatat? Sepse plasi lufta midis Rusisë dhe Ukrainës. Than hajde tani Ukrainë dhe ti, tani çfarë them Shqipërisë, hajde dhe ti, sepse në plasi lufta këtej. Tani e mbani mend ju. Prandaj u them që jo çdo gjë që shkëlqen është Florin. Dhe jo çdo i huaj punon për veten e shtetit të tij. Po punon për veten e tij dhe në një raport të dytë shtetit vet. Po, do punonte. Por ajo që ju duhet të duket e çuditshme, Mogherini dhe Kos. Janë dy raporte shumë të bukura. Në rast se prokuroria Belgjikës, që është në Bashkimin Evropian, se për ata që mund të mendojnë që është në Bashkimin Sovjetik është gjë tjetër, le ta mendojnë, të hetoj, në rast se ka indicie apo komunikime midis Mogherinit dhe Kos, në dim të pse erdhi deklarata e saj dhe tha që në Shqipëri janë bërë zgjedhjet.
të ndershme, të lira, Se mendojnë që mund ketë pas komunikim, po thua? Ka indicje? Ka, unë thjem, unë them e raportoj si fakt që të hetohet, nuk the që ka. Sepse unë nuk jam nga ato analistë që them Amerika, do si 100 veta këtu, FBI-a ashtu, CIA këtu, a këton. Mos ta degenerojmë situatën. Unë them, a ka hetuar? Po në rast se nuk ka hetuar, të hetoj. Pse? Se të gjithë jemi të hetueshëm, pra na hetojnë. Po të përpaktën të gjenë prova, jo indicje, jo duke konvertuar, kupton zotëri, influencën si vepër penale. Vetëm spaku e bën këtë. E ke gruat e, burg, korrupsion pasiv. E ke dhëndër atë, burg, korrupsion pasiv. Kjo është e rrezikshme. Prandaj flas për zonjën në fjalë, të hetohen të gjitha. Dhe në rast se ka komunikime, të zbardhen, të gjykohen në Belgjik dhe të dënohen. Janë të përfshirë zyrtar shqiptar, të arrestohen dhe jo të gëzojnë imunitet, edhe të harrojnë edhe që ekziston edhe Bashkimi Evropian, se kanë gjithë këtë kohë që kanë harruar që ekziston Amerika. Kur dikush shkon në Amerikë nga mjes deri në darkë dhe na bënin foto nga Amerika. Prandaj them që ne si shoqëri duhet ta përpunojmë materialin që na jepet dhe të bija atë të bëjmë atë që duhet, çfarë? Të kërkojmë të vërtetën dhe të drejtën dhe jo interesat e atyre që mbi pasurohen me lekët tona dhe korrupsioni shkon lart e më lart. Shpresa e Bashkimit Evropian nuk kupton vetëm të drejta, edhe detyrime. Kishe 3 shtëpia, kur shkosh në BE, me zor me 1 do kesh. Ke 1 me zor, atëherë kur shkosh 0. Prandaj qytetarët duhet ta kuptojnë flakën. Jo shkojmë në Bashkimin Evropian se nuk do marrim leje qëndrimi. Kur shkosh në Bashkimin Evropian, edhe do marrësh leje qëndrimi, edhe do të kesh procedura leje qëndrimi pavarësisht se je shtetas të Bashkimit Evropian. Se jemi jo një sovranitet, jemi aleancë sovranitetesh në Bashkimin Evropian. Se shqiptarët mendojnë se shkojnë në Bashkimin Evropian do hapen dyert atje, do thënë hajde më shqiptar se po të shtroj tapetin e kuj se po prisi aty të vije. Jo, sigurisht po, sigurisht që jo. Jo, ti mund ta thuash atë, një pjesë e shqiptarëve kështu mendon. Thotë sikur Bashkimi Evropian, thotë Brukseli, aman po hajdeni dhe ju sepse kemi kaq shumë nevojë, sepse jeni dashuria e jon, dashuria më e madhe, më e papam. Po nuk është kështu Bashkimi Evropian. Nuk është Bashkimi Evropian dashuri korrupsioni, ose dashuri filmash. Është detyrimesh zotëri. Pagon sot 1.000 euro. 5.000 euro. Pagon sot 100 euro. 700 euro. Si do dalin këto? Me politika. Po në politika rrit korrupsioni të vit bëj deklarata ai tjetri këtu, Shqipëria po avancon. Ç'a po avancon? Këtu ne korrupsioni është vuan lart, është bërë mal, Everest është bërë, ato vinë edhe na mashtrojnë ne. Ç'a bën ata? Ne rrim këtu, ata ikin, ndryshojnë karrike dhe ikin. Mogherini ç'a bën në Tiranë? Turistën e kanë në Tiranë. Turistën zotëri. Ti e di çai ka ato deputetë që erdhin sa mashtrues këtu, nuk themi emra. Vinin eurodeputet këtu, mos themi ne emër. E di çai ke me ojë fëje ke në Tiranë sot. Qartë. Po qartë, ta din shqiptarët e gjë. Po jo, shqiptarët mendojnë se vinë këta të huajt, këta që kanë të gjithë shenjtor, ne që kemi djallin, ne që kemi të korruptuar, ne që kemi hajduk, ne që kemi kriminal, ne që duhet prodhojmë statistika. Jo, nuk është kështu e vërteta. Edhe ata kanë të korruptuar. Po e di pse kanë të korruptuar, se kanë këta tanët këtu që i korruptojnë. Se mos t'ishte ky joni, ti thosh ka kena lek këtu nga bandat, nuk s'bën deklaratat ata atje. Se ata do thënë në fund fare, nuk u futëm në burg sepse ky tjetër do të jetoj 100 vjet në pushtet, se ky popull mendon se do vi ajri nga jashtë të thotë, hajde ndryshoni ju, votoni ndryshe tani. Prandaj duhet të ndërgjegjësohemi si shoqëri, edhe të pranojmë kritikat. Në rast se nuk pranojmë kritikat, nuk ndryshojmë si shoqëri. Do mbetemi gjithmonë ashtu siç jemi. Vegël e me ignorancës juridike dhe ignorancës së mashtrimit publik nga ndërkombëtarët, të cilët marrin një flamun nga mrapa, edhe këtej faturohen, marrin miliona nga mrapa. Qartë. Avokat, të falenderoj si zakonisht për bisedën edhe për opinionet. Edhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj dhe uroj që qytetarët të kuptojnë të vërtetën dhe të lejnë me një anë emocionin partjak. Politik le ta kenë, po jo partjak. Duhet të kuptojmë që Shqipëria është e shqiptarëve dhe nuk është pronë e askujt tjetër përveç ne. Ne duhet të mendojmë që të shkojmë në Bashkimin Evropian, po jo duke u mashtruar.
duhet kërkojmë të shkojmë në një bashkim me të drejta të njëjta dhe të barabarta dhe të njohim ku po shkojmë dhe çfarë kontrate do të nënshkruajmë. Se përndryshe fatura do t'i vijë çdo qytetarit dhe pastaj do kërkojmë ujin për të fikur zjarrin, por zjarri do të na ketë kapur, do të na ketë dërguar larg qoftë, por ne duhet ta parandalojmë këtë fakt. Të falenderoj edhe një herë.